përdorin fjalorin si që duhet. Edhe tani aty prap me kolegun Kapri, jo dhëndër, jo stërdhëndër. Që janë këto turpe? Po patët në i reagim, në i provë, që këto denoncime që le bëjnë janë vërteta, bojë rumë, dilni flisni gjithë ditën, po letra s'keni, dëvërtetën se keni, fuqi s'keni më, edhe keni gjithë këtë që po ikim e s'povim. Vetëm sot mediat ndërkohë një përgjithësi për atë pozicion. Nuk mund të funksionoj parlamenti, hajde të mblidhemi këtu se duhet të mbrojmë këtë hajdut sot e këtë hajdut nesër. Ishin mërë qave hajdutët po s'patët lidhje. Po e mbrojtët keni lidhje. Po, tani, nëse ka ardhur dita që fjala dhëndër këtu të jetë të konsiderohet fjalë e rëndë, atëherë është luks për ne dhe arritje shumë e madhe e këtij parlamenti. Zoti Balla. Të vi rëndë. Tani, zoti kryetar, unë kam përpara listën e diskutantëve të është një krajinë e tërë, madje, jo kryetari i kuvendit. Kemi bërë krushi, se kemi dhëndër nga krajina e Korç po Gradecit e kemi. Po, patjetër. Patjetër, edhe ti je nga këta që të vjen rënd në këtë raste. Ti turprohesh. Ky është kompliment, zoti Bardhi, nuk është fyerje për mua. Nuk e di për juve, për mua nuk është fyerje. Për mua është kompliment. Zoti kryetari i kuvendit, të nderuar koleg, ky deputeti që sapo foli në emër të mohimit të së drejtës për të diskutuar, është i pari në pikën e parë të rendit ditës për të folë.